Marrëdhënia me Selinës dhe Mateos duket se ka marrë fund pasi dy banorët janë përfshirë në debate të ashpra duke u kthyer tashmë në kundërshtar të hapur brenda shtëpisë së Big Brother Vipëllbenja 5. Tensionet mes tyre janë rritur ndjeshëm duke kulmuar me një përballje të drejtpërdrejtë plot akuza dhe tone të forta. Selina akuzoi Mateon për hipokrizi duke i thënë se nuk po luan ndershëm dhe se po ndjek një strategji të gabuar në lojë. Nga ana tjetër Mateo reagoi menjëherë duke i kundërshtuar deklaratat dhe duke e sfiduar hapur. Debati u përshkallëzua edhe më tej, me të dy që shkëmbyen akuza personale dhe sulme direkte, duke treguar qartë se raporti i tyre tashmë është i krisur pa kthim. Selin theksoi se Mateo nuk është i fortë në argumente dhe se po veproni ndikuar nga të tjerët, ndërsa ky i fundit ju kundërpërgjigj, duke akuzuar për sjellje të papërshtatshme dhe duke i thënë se nuk mund të përballet me të. Përplasja mes tyre ka ndezur sërish atmosferën në shtëpi, duke e kthyer këtë konflikt në një nga më të fortët e momentit në Big Brother Vipëllbenja 5. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.